Dy studentë nga Turqia kanë ekzaminuar efektet e lëngut të qepës dhe përzierjes së mjaltit për infeksionet në fyt. Ata e dëshmuan këto në një projekt shkencor, projekti kryer në konsultimin e mësuesve zgjati 4 muaj. Ndërkohë studentët janë shprehur se rezultatet ishin të mahnitshme dhe se kjo përzierje ka treguar efekt shumë të madh se sulmi ndaj baktereve me penicilin. Të dy studentët, të cilët kanë marrë pjesë në projekt hulumtues që mbështet shkencëtarët, kanë fituar çmimin më të lartë të konkursit, duke bërë temë mediave turke. Edhe më herët, ka pasur studime që lëngu i qepës gjatë përzierjes me mjalt është antibiotik natyral, por asnjëherë deri më tani, kjo nuk është e dëshmuar shkencërisht në ndonjë kongres. Ndërsa për personat që duan ta provojnë këtë ilaç për dhimbjet e fytit, procedura është fare e thjeshtë. Qepa qërohet dhe i hapet një vrim në mes, në të futet mjalti dhe më pas lihet disa çaste, derisa ai të shpërndahet në të gjitha fletëzat e saj. Më pas qepa shtrydhet dhe lëngu i përfituar pihet. Kjo procedurë duhet të zgjasë derisa të vëret shërimi dhe duhet të aplikohet një herë në ditë.